Si në ditën e parë, në këto momente janë në blokun e ministrive, ku më pas do të vijojnë të shkojnë në drejtim të kryeministrisë, aty ku do të nisin edhe fjalimet e tyre. Ashtu si edhe çdo ditë tjetër, në fakt, qytetarët mblidhen në sheshin Skënderbej, dhe më pas marshojnë në drejtim të bulevardit, duke u pozicionuar përpara kryeministrisë. Theksojmë në fakt që edhe në ditën e 27, qytetarët vijojnë që të kenë të njëjtat kërkesa dhe të njëjtat thirrje. Janë këto thirrjet e qytetarëve. Ku sigurisht kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit të vendit Rama. Po vijojnë marshimin në drejtim të kryeministrisë, aty ku më pas do të pozicionohen për të mbajtur edhe fjalimet. Me mira njerëz sigurisht janë mbledhur në